Kryeministri Edi Rama ka vijuar edhe mbrëmjen e të shtunës vizitat e befasishme në shtabet elektorale të Partisë Socialiste në kryeqytet. Kreu i qeverisë, shoqëruar nga drejtuesja politika e qarkut të Tiranës, njëkohësisht ministri Augerta Manastirliu, zhvilluan një takim me shtabin elektoral tek njësia 14. Kryesocialisti u njoh me punën e bërë nga strukturat, takimet në terren me qytetarët dhe simpatizantët. Kjo zonë e kryeqytetit, tha Rama, ka nevojë për ndërhyrje dhe investime, ndërsa dha lajmen se do të hiqen taksat për ndërtuesit e parkimeve. Kreu i qeverisë ironizoi sërish Sali Berishën dhe Lulzim Bashën me këtë të fundit që edhe ka patur një shkëmbim intensiv mesazhesh në distancë. Kimesh publike nën dhe mbi toksore. T'jen kështu. Edhe mund t'jen godina të bukura ose t'jen si simbole arkitektonike, edhe të mund të lehtësohet kjo çështja makinave se të shkoj duke u rëndu. Sidomos këtu. Edhe këtu është mundësia. Jo, po kudo, të shkoj duke u rëndu. Edhe në pjesë caktuara të Tiranës është problem ai parkimi dysh. Edhe bëhet ajo e ngadalson gjithë trafikun, tani ndërkohë që do bëjmë edhe diçka tjetër që do t'ja heqim fare taksën e parkimit, domethënë taksën e ndërtimit parkimit. Domethënë që se ti ndërse se kalkulimi që është bërë deri më sot është bërë njësoj, si ndërton parkim, si ndërton dyqan, si ndërton apartament, ti paguan të njëjtën taksë. Dhe kjo edhe të kur ndërtuesin ke llogaria se thotë nëse ja heqim taksën e parkimit, e do ta heqim. Kjo është e madhe. Atëherë jo, çfarë do bëj, thjesht do ketë kostën e vetë, po s'do ketë një kosto ekstra nga taksa, edhe do jenë të nxitur të bëjnë më shumë parkime në të kësoj. Po, besoj që do ta zgjidhim bukur këtë punë e parkimeve. Këtu para tradisë kishte një nga këta, se këtu ka pronar vjetë për shkak në zonën e Zberisht. Edhe ishte super interesuar të bërë në tokë vetë të vëllim parkim. Sepse këtu ka një Jo, parkimet do jenë gjithmonë më fitimprurse, duhet me nxitë këtë gjë, po e bëjmë plan shumë bukur bashkë me bashkinë, edhe me ai çfarë në fondin, edhe do vazhdojmë në këtë drejtim. Jemi duke punuar, siç e thatë edhe ju, t'i dekurajojmë që atë knetën ta thajt dhe ta luzoj. Patjetër që jemi optimist. Njësia 14 Po i Luli, ka në i deputet tu, ka në i votues këtu. Si lem në me Si s'ka, po do t'a ketë do njësë? Do ta ketë nëse ti. S'dini kush është. Nuk duken dhe punë. Do më s'ka kandidat Luli, apo do t'a ketë do një gjithë snipet? A? Edhe më shumë përshtyve që e ka shumë frikë Bufi. E ka frikë Bufi, nuk e jo doktor, jo shoku, jo doktori, jo ky, nuk e thot me shutore, ti me Bufin, ma le mua, dhe ma herë mua, nuk e gjithë, për referencë, po jo se e ka frikë Bufin. Që e ka kështu si në anije kozmike. Në anije kozmike, kështu si... Se këtë ndodhe, dhe se ka...